ti Esmeralda. E kupton tani, e kupton? Esmeralda penaltia jote. Do njeriu të bëj ta mbaj mend që i ka në Paris për shembull, e kupton? Interpretime. Jo s'është interpretim, sepse qëllimi është seksual sa dal në aeroport. Unë aty e kam mendjen. Do vete në Paris edhe ka marrë dhe mjetet e veprës penale. Po, i kam me vetë mjetet. Ka gjithë gjonat atë. Bires po të hapi ai, është kutia komplet aty e gjen. Është me recetë. Penaltia? Është që të themur njëre. E kupton se ligje duhet parë në aspektin artistiko-estetik. Se këta i shofi vetë në aspektin juridik, se shumë jurist nuk marri vesh në estetika, se ai vetëm në ekonomia di ai. Po në estetika s'di ai. E kupton? Ai vetëm i fut marshën dhe jepi drejt. Po dalim gjesë, nuk dalim për të lyer. Po iko se ti me Kolodogun nga trove, s'di çfarë thoshë. Kolodogun ngeli mjet në rrugë. S'di çfarë të bëj Kolodogun pa Itali. Esmeralda penaltia. Unë do thosha për duhet të ndajmë dy gjëra shumë të rëndësishme, teknicienët e ligjit dhe ata që zbatojnë ligjin. Ata që shkruajnë ligjet duhet i shkruajnë shumë mirë që të mos arrim në këto debate të tilla dhe në këto interpretime që bëhen, domethënë në mënyrën e interpretime artistike. Domethënë, është shumë e rëndësishme të bëhet kjo ndarje. Mirela? Për sa kohë teknicienët janë teknicien me shkolla dhe me diploma cop-cop, do arim në këtë gjendje që të bëjmë edhe shakara, të bëjmë dhe të luaj me jetët tona, dhe të luaj me kode penale të tilla, kështu që duhet patur kujdes edhe ata ekspertët teknicien që zgjidhen për të zgjidhur dhe për të mësuar dhe artikuluar mirë gjuhën shqipe, sa ata zdin dhe të artikulojnë dhe të përkthejnë mirë gjuhën. Ky është një nën i cili dashur pa dashur dënon. Kështu që i bëj thirrje këta që kanë mend me shku me taku në goca, ne shkojnë tek se nuk i gjej gjë. Pra, sa kryeve për njëri ne tjetri del nga Maqedonia hyp avionin të shkup, tjetri dhe nuk provohet se janë katër. Po tregon mënyrën si ta bëjmë veprën penale. Po tash sepse rimorka në vizi e koka në ankon. Ajo është sevap. Jo, ndërsa që të shpëtojnë sepse me sa shof po vjen ligje për kufizimin e seksit, për uljen e fuqisë motorike. Futa kodën po doli plot, ha.